Në dinamikën e këtyre zhvillimeve që java la pas, pra ditët kaluan shpejt dhe nga intervista dhe komunikimi që patëm javën kaluar me Endri Meksin, drejtorin e MCN-s, u futën në mes disa, le të themi, aktualitetet të cilat nuk ishin parashikuar, sikurse ishte protesta qytetare që ka nisur në Tiranë dhe tani më është zgjeruar edhe në qytete të tjera. Endri Meksi ndërkohë vjen përsëri në revista MCN, me të do të diskutoj ndoshta për të marrë një opinion fillimisht për këtë protestë që po ndodh, sepse duke qenë një program që ndjek aktualitetin, nuk mund t'i shmangemi edhe komenteve të zhvillimeve që na ndodhin. Meksi, faleminderit që rikthehesh në revista MCN. Përshëndetje. Përshëndetje Denis. Mirë se gjeta. E di që në angazhimet e tua të ditës nuk është se është agenda kryesore protesta, por unë një opinion mund të ta marr, me që ne kemi patur edhe si diskutim të javës, le të themi, këtë zhvillim. Si të duket dhe çfarë mendon për këtë zhvillim, ndoshta që ka ngjallur një lloj impulsi në atë që ne konsiderojmë si atmosferë publike? Është një protestë, një farë forme risi për politikën shqiptare. Ka disa karakteristika që të tjera protesta më parshme të 5 viteve të fundit nuk i kanë patur. I drejtohet kundra qoftë pushtetit, qoftë opozitës. Nisi me atë momentin e zvarritjes të një qytetari në Zvërnec javës kaluar dhe ka shkuar përtej saj tashmë. Okej. Zakonisht protestat tilla, të cilat refrenin kryesore kanë politika larg, shkojnë deri në një farë pike dhe pastaj mbetet ngërtë, se në fund fare zgjidhja duhet të jetë po politike në një kuptim. Pra edhe kërkesat që parashtrohen janë gjithashtu politike, pavarësisht se nuk kanë mirëfilli një forcë politike që i përfaqëson ose i mbështet ato ose një personazh politik. Tani kjo mënyra që ecet gjithmonë duke thënë politika larg, sa sens mund të bëj kur një protestë në çdo formë, në çdo mënyrë do shkojë tek një zgjidhje politike? Nuk shoh korrespondencë mes kërkesave që janë paraqitur për të parë ditën e njëjtë, ato 5 pikat në formë të qartë, dhe protestës, mënyrën që është organizuar. Pra kërkesat më duken totalisht jashtë proporcionit dhe nuk shoh që do të arrijnë asnjërin prej tyre. Është një protestë që në rastin më të mirë do paraqisë një moment të fortë të shprehjes një mërzitje të një pjesë të qytetit Tiranës dhe kaq. Nuk mendoj që do arrijë diçka më shumë. Nuk është e strukturuar politikisht, nuk është e qartë as i përfaqësuar, ndoshta ka dhe element të luftës hibride, siç i quan një pjesë e analizës të pushtetit, por kaq. Okej. Edhe diçka të fundit. Kë duket se ka vënë më shumë në siklet, le ta themi kështu, kjo protestë. Opozitën e cila ka të paktën 10 vjet që përpiqet të krijojë reakcion popullor nëpërmjet protestave dhe nuk e ka arritur kurrë dot këtë që po arrin qytetarët e Tiranës me vetëm një javë, apo presionin ndaj Edi Ramës që ishte mësuar të ishte rahat me Berishën poshtë dritares të tij, por vetëm kaq, kishte protestat Berishës me orë, datë dhe pastaj gjithçka fikej për pas një muaji. Shiko, nuk besoj se zoti Rama ka qenë rahat me Berishën, si e quan ti, për ta krahasuar me protestën e sotme. Ka pasur shpesh protesta, që nga koha e zotit Basha në 2017, që nga armët kimike në 2014, dhe nuk besoj se mund të flasim për rehatllëk në të këndvështrim. Është një protestë që krijon një situatë që tashmë është raportuar dhe në mediat ndërkombëtare, në këtë sens padyshim sjell një element stresi tek qeverisja, një investim të madh të huaj, i cili shihej si një element marketingu, reklame shumë pozitive për Shqipërinë, për disa ditë ka qenë në fokus si një element shqetësimi përtej oqeanit. Në këtë optikë e shoh stresin më shumë, sesa në logjikën që pse zëvendëson zoti Berisha te pjesa e pushtetit. Te pjesa e zotit Berisha, padyshim që është stres, është një protestë që me pak fare nxitje në rrjetet sociale te i kaloi ato 10 protestat e fundit, po themi të kilometrit të fundit, siç i quante zoti Berisha. Dhe në këtë optikë kanë nxjerrë shumë keq Partinë Demokratike. Partia Demokratike me të tëra kauzat e saj, edhe shpesh herë që mund të themi që kanë qëndruar apo kanë patur elemente shumë të drejtë brenda tyre,
nuk kanë arritur të mbledhin një popull kaq të mërzitur, kaq të acaruar dhe kaq qartasi edhe paqësor për te 2-3 incidenteve që kanë ndodhur. Në këtë sens, Partia Demokratike ka shumë për të analizuar për këtë situatë. Okej, sigurisht që ka nota të nënkuptuara, po duke që dufi është për te Zvërnecit. Unë mendoj që nuk është thjesht Zvërneci gjithçka që rrotullohet në këtë protestë, po aty ka mënyra se si pushteti është ushtruar në Shqipëri, se si interesat janë trajtuar në Shqipëri, dhe një pjesë e madhe e këtyre interesave lidhet në atë binomin e famshëm oligark-qeveri. Dhe shpesh personazhet të botës financave dhe të ekonomisë sipërmarrjes janë lidhur me emra të ndryshëm dhe personazhe në qeveri. Qoftë me Vetë Ramën, qoftë me Erion Veliajn, qoftë me Ballukun. Shpesh herë në këtë lloj vorbulle, për shembull kanë përfshirë edhe ty me lidhja apo interesa me zëvendës kryeministër Balluku. Ke për të thënë diçka për këtë gjë, se me Olsi Ramën je që je shok edhe të kanë lidhë në mënyrë permanente. Po me Belindën, je në kontakt, në marrëdhënia, si është kjo historia? Janë të tëra thashe theme dhe broçkulla të një pjese, si mu ta them, të zgënjur ose të pabegenisur të pushtetit Partisë Socialiste që gjen armiqësi, gjen konspiracione kudo. Thjesht kaq. Unë në detyrën time të drejtorit të MCNTV-s jam përpjekur shumë fort të mos kem kur as aleanca të fshehura, as raporte të fshehura, as element keqdashës me asnjë nga politikanët, qoftë në opozit, qoftë në pozit. Jemi përpjekur për të pasur në studio pothuajse të gjithë krahët, sepse kjo është detyra jonë, Denis, për t'i dhënë zë pothuajse çdo kujt. Në këtë këndvështrim ne kemi ftuar plot herë persona nga më të ndryshëm, përfshirë të zotin Qori, që është një ndër personat më shqetësues të pushtetit në tërësi, jo të pushtetit politik sot aktual në qeverisje, po në tërësi, po themi të palës që ushtron pushtet në Shqipëri, dhe që është i vërtet, në sensin që nuk ka askush, nuk ekziston njëri në Shqipëri që mund të mendoj që zoti Qori kompromentohet apo influencohet në çka thot. Si ai kemi ftuar eksponentë të Partisë Demokratike, nga më të ndryshmit, kemi ftuar eksponentë të pushtetit që kuptohet duke qenë shpeshherë në pozicionin e palës që i kërkohet llogari, edhe refuzojnë ose shmangën intervistave, por plot për tyre na janë përgjigjur. Kjo është detyra jonë si media. Marrëdhëniet e mundshme të interesit të mijat në sensin e biznesmenit me institucione të ndryshme janë her pas here motivet pse bëhen keqlexime nga më idiotet, si kjo pyetja që ti shtrove, jo se pyetja është idiote, kujdes me mënyrën time të shprehurit, por opinionet që ata krijojnë janë nga më idiotet dhe vetëm kaq. Unë gëzoj respektin më të madh për zonën Balluku dhe këtu mbyllet kjo histori, asgjë më shumë se kaq. Temat që kanë të bëjnë me politikat e ndryshme të njerëzve të qeverisë, ne jemi përpjekur të ndjekim në mënyrë sa më korekte, dhe kjo është gjithë thelbi i përgjegjësisë sime. Ku fillon dhe ku mbaron një marrëdhënie korrekte dhe ku koreksia mbaron dhe fillon një marrëdhënie e komplikuar dhe e kompromentuar me një zyrtar shteti, në rasti konkret për shembull me kryeministrin, me një ministër apo zëvendës kryeministër. Pra në një kontekst mjafton një telefonat, një numër telefoni, një drek, apo duhet me patjetër një marrëdhënie sipërmarrje me një prokurim apo me një tender të fituar. Pra si e shpjegojmë këtë? Kur ta kem atë marrëdhënie, mund të të shpreh. Okej, pra po thuaj që nuk e patur kur një marrëdhënie me Belinda Ballukun. As me të tjerë ministra marrëdhënie personale, asnjëherë. Po mirë, atëherë ti ke marrëdhënie, dhe kjo është e sigurt, me fushën e IT-s, dhe të flasim pak për këtë gjë, sepse zhvillime po ndodhin dinamike në xhamat e ftohtë dhe zyrat e ftohta dhe plot përqendrim të prokurisë posaçme, ku Mirlinda Kaçanaj është vizitorja më e shpeshtë që po shkon atje. Besoj që hetimet kanë avancuar, por kësaj jave ra në sy një lloj lëvizje befasuese spakut, i cili hoqi disa masa të sekuestros preventive. Vazhdo, këtu jam. Jo thash mos ike për spak.
Jo, mora çakmakun. Okej, pse tani mund ndodhin dhe surpriza në transmetim, kështu që do ishte lajm interesant për mediat. Me qëra fjallë çka kafe po pi Meksi? Apo s'do t'i bësh reklam se ka. Okej. Milano. Okej. Ideja ishte kjo që po thoja, kësaj jave ka ndodhur një surprizë befasuese, doja të thoja, ku SPAK lehtësoi disa masa të sekuestrës preventive për 4 individ të cilët mendohet se janë pjesë e këtyre strukturave të prokurimeve dhe tenderave në aksh. Çfarë mund t'i themi kësaj gjë? Pra, SPAK ka gabuar në time? SPAK mund të ketë devijuar apo çfarë? Asnjë rast tjetër. Kemi këtë nxitjen super idiote në shumë raste që duam që SPAK-u, GKK-ja të korespondoj me dëshirat tona më obskure. Ashtu si turma aty në Shesh, në bulevardin qendror Tiranës, edhe ne shpesh në studio duam që SPAK-u dhe GKK-ja të jetë pasqyrim, projekcion i pamundësisë tonë për të vepruar në shumë raste për të realizuar hakmarrjet e secilit nga ne. Dhe ky është një element shumë idiot që na nxit edhe në deklarata nga më absurdet, kur anatemohemi, armiqësohemi me gjyqtar apo me prokuror sipas interesave personale të cilit nga ne. Gjyqtari Kalaja në këtë rast mendoj që do ketë njohur dosjen në detaje dhe mund të ketë gjykuar që disa nga asetet që ishin sekuestruar ndoshta nuk kanë lidhje me detyrimisht në mënyrën si është krijuar pasuria. Nuk është se i ka zhbllokuar të tëra, në rastin shoqërive i ka zhbllokuar llogarit, por po ta gjykuar më saktë do na duhet presim vendimin kur do ta mundsojmë ta kemi për të kuptuar detajet të arsyetimit të gjyqtarit. Deri në atë moment them që çdo koment është i tepërt. Nëse duam ta lexojmë në një optikë që SPAK ka gabuar apo SPAK ka patur mangësi në hetim, nuk mendoj që është ky rasti. Ajo është një dosje, e kemi thënë tjera herë, shumë e pasur në detaje, që tregon qartasi elementet e një grupi kriminal të fokusuar jo më vetëm në pjesën e mënyrës për të influencuar apo të garantuar fituesin e një prokurimi publik në një tenderi, por të fokusuar dhe në element vërtet kriminal. Prekja e të dhënave, kompromitimi i policisë shtetit, kompromitimi i KPP-s, kompromitimi i Aksikut, kompromitimi i kadastrës nuk kanë të bëjnë më me çështjen e tenderave. Kemi një grup kriminal që ka shkuar përtej thjesht lobimit, përtej thjesht manipulimit të disa kritereve, përtej thjesht influencimit të anëtarëve të KVO-s, përtej thjesht influencimit të anëtarëve të KSH-s, përtej thjesht influencimit të IT-ve të ndryshëm që ndjekin kontratat, përtej thjesht influencimit të inspektorëve të KPP-s, përtej thjesht influencimit të anëtarëve të KPP-s, po ka shkuar në element qartasi kriminal, siç janë pengmarrja, siç janë shantazhi, edhe në nivele shumë të larta të hierarkisë politikës shqiptare. Okej, unë do ta kisha të vërtetë, për ta mbyllur, gjithë këto element ne i kemi nga dosja e SPAK. Që të thuash që SPAK nuk ka vepruar sakt, që të hedhësh dyshime për mënyrën si ka operuar SPAK në këtë rast, ta them me shumë sinqeritet, është një absurditet. Nuk ka konspiracion aty. Qartë. Nuk shoh asnjë element konspiracioni, nuk shoh asnjë. Po ne na lejohet dyshojmë apo jo? Ne mund dyshojmë për hijen tonë dhe atë gjë bëjmë për ditë. Mos ta themi një shprehje më vulgare që shohim nga pas, dakord, se për pak do të thash, por atë gjë bëjmë Denis. Thash edhe një herë, gjithë frikat e jona personale i projektojmë te SPAK-u. SPAK-u është kthyer prej më se 10 vitesh në ëndrrën e shqiptarit për hakmarrje. Kemi nevojë për hakmarrje ndaj qeverisjes Nano 1191-shit. Kemi nevojë për hakmarrje ndaj qeverisjes Meksi 92-97. Kemi nevojë për hakmarrje ndaj qeverisjes së Majkos, Nanos dhe Metës në vitet 97-2005. Kemi nevojë për hakmarrje për qeverisjen 2005-2013 zotit Berisha, e kështu me radhë deri më sot në zotin Rama. Gjithë konglomerati i urrejtjeve të shqiptarëve ndër vite projektohet te SPAK. Gjithë pafësitë tona për të ndjekur me qetësi dhe me një proces të suturuar, qoftë në biznes, qoftë në përpjekjen për prona, qoftë në përpjekjen për drejtësi,
të gjithë shqiptarëve kudo që të jenë është projektuar te SPAK-u. SPAK-u pritet si një shpatë që duhet godasi të gjitha të këqijat e secilit nga ne. Mirë, Po që unë gjykoj pak më ftohtë se kaq, ata janë një grup prej 20 prokurorësh, nuk di sa janë gjyqtarët në shkallë parë, në shkallë dytë, nuk e di numrin e hetuesve të BK-s, por e themi në total nuk besoj se janë më shumë se 80 veta, nga e cila gjithë Shqipëria pret çuditë e radhës dhe kryesisht ëndrat nësitar të cilit nga ne. po mirë, ndoshta për shkak të terminologjisë së posaçme që u vendos të këtyre strukturave dhe pritshmëritë janë të tilla, të posaçme. Po jo, nuk po flasim më për pritshmëritë posaçme. Te rasti i dosjes së Akshit, unë do të them që ata kanë shkuar përtej çdo ëndre të çdo informaticieni apo tekniku kompjuterik që ka pasur Shqipëria top 5 në vitet e fundit. Të tëra bisedat që mbeteshin në kafene të IT-ve, të cilët tregonin se si influencoi në proces aty te Akshi, të tëra këto i kanë në letër. Në asnjë ëndër të askujt nga ne nuk pritej kjo situatë ndodhte dhe pasqyroheshin me zezë mbi të bardhë një sër histori të fliqura që kanë shkatëruar një treg dhe konkretisht tregun më të pasur të epokës që jetojmë. Ne nga njëri krah flasim për Elon Musk, flasim për Jeff Bezos e të tjerë miliarderë amerikanë që po revolucionojnë botën në formë konstante tashmë nga 1990 a këtej, dhe nga ana tjetër pasqyrimin e këtij tregu në Shqipëri e kemi banalizuar në duart e Ermal Beqirit dhe Ergyll Sagasit. Vjen SPAK, na e pasqyron këtë gjë në letër, kemi 4 vendime me detaje pafund dhe përsëri ne presim në heshtje, secili në cepin ton, që çdo gjë ta kryejnë ata 5 vetat që janë aty, sa mund të jenë 10 veta që merren me të dosje konkrete, dhe ata të jenë shpëtimi i tërë tregut. Aktorët e tregut nuk flasin, asnjë nga shteti nuk flet, ata pak veta që flasin, të tërë flasin duke përjashtuar veten e tyre nga historia, duke thënë që e ka fajin ndihmon një tjetër. Asnjëri nuk kupton dëmin e madh që i është bërë një tregu të tërë shoqërisë në tërësi. Pasojat e veprimtarisë këtij grupi, thash dhe më lart më para, shkojnë në një tufë instanca të shtetit shqiptar dhe pothuajse askush nuk flet. Tani që mos presim më shumë nga SPAK-u, SPAK-u mund të them e ka bërë punën vet, do vijoj ta bëj përsëri, siç e kemi parë në këto 3 javë, ata kanë vijuar thirrjen e një sër personash, kanë thirrë biznesmen, kanë thirrë anëtar të KBP-s, kanë thirrë zonjën Karcanaj disa herë. Kështu që t'i japim kohë Denis, sepse nuk më besoj që ata kanë agjendën tonë dhe hallet e jona personale. Dakor, po mua nuk më shkon diçka Meksi te kjo pjesa. Mbase mund të jem gabim, po le ta diskutojmë. Mirina Karcanaj tha që unë e kisha deleguar firmën dhe me tenderat merej dhe me këto çështje prokurime merej Daniel Shima. Kryeministri nga ana e tij thotë që unë institucionin ja kisha besuar Mirlinda Karcanajt. Pra, po të vesh re... ka thënë ndonjëherë në të formë, nuk më rezulton ta ka thënë. Po është nuk kuptuar kjo gjë, që kanë vënë Mirlinda Karcanaj, një njeri ekselence etj. Që se kam nuk kuptuar. Di që ka emëruar zonjën Karcanaj dhe kaq, nuk di të ketë thënë një ministri. Ma lejo ta them deri në fund idenë edhe e diskutojmë. Pra, ideja është që në një farë mënyre, qasja që të 2 personazhet kryesor, që në fakt në mënyrë vertikale janë të ndërvarur me Akshin, pra kryeministri ka emërtes veten zonjën Karcanaj, të 2 këta e kanë mënjanuar veten nga gjithë kjo zallamahi dhe kjo trazire madhe shkeljesh deri në një grup të strukturuar kriminal që ka ndodhur në Aksh. Dhe mua këtu diçka nuk më shkon. Pra në logjikën që përgjegjësia është e ca vetave atje, po ne s'kemi ditë gjë se ne kemi pas vetëm vullnetin e mirë dhe kemi parë vetëm këtë që ka prodhuar Akshi, pra këtë e Albanian edhe këto shërbimet që janë bërë kështu dhe marrim të meritën e këtyre, po se çka kanë bërë këta me miliona euro nuk ka rëndësi se kjo s'është puna jonë dhe ne kemi lënë SPAK-un që të merret me këtë gjë këtu, po këtu tani dikush ka përgjegjësi dhe ky Edi Rama nuk mund të jetë dhe kaq pa përgjegjësi kur sipas meje mendoj që të paktën për emërtesat kryesore, për gjithë çka ndodh, i shkon një informacion dhe thot një okay drejtit aj. Më fal, është perceptim ose opinion, le të them. Atëherë, shiko, kjo do meritonte një përgjigje shumë gjatë, nëse do duhet të shpreha në formë shumë korekte si këndvështrimin tim për këtë histori, por do përpiqem me pak ta përmbledh. Padyshim që kryeministri Rama ka përgjegjësi politike në këtë sens. Ai është kryeministri, ai i kërkon votën popullit një herë në 4 vite për qeverisjen e shtetit
Dhe në të sens, çdo problematik ne jemi mësuar ta shohim të projektuar te ai dhe të kërkojmë nga ai shpëtim. Ndërkohë, nga ana tjetër, ky ministri Rama e ka thënë 50 herë, 70 herë që pa votat e jona ky SPAK-u në 2016 nuk krijohej. E lejmë motivin për cilin u krijua në 2016, e lejmë qëllimin origjinal cili ka qenë, e lejmë historinë se si është bërë me projektet në Word të grupit të Sorosit, nuk kanë asnjë vlerë. Ai SPAK u krijua dhe ai SPAK po operon sot. Buxhetin ja jep qeveria, mjetet e reja përsëri për punimet të dhënash në AI po jep qeveria, shtesën e antarëve të BKH-s po jep përsëri qeveria. Unë nuk shoh në pamje kryesore ndonjë vullnet për të sabotuar SPAK-un nga ana e kryeministit Rama, madje zero. E shoh nga media, përfshirë dhe MCN TV-n, ku shpesh herë është aluduar në emisione nga më të ndryshmit, po edhe me kryesorin që ka MCN TV, që SPAK ka mërdhifur, SPAK ka mbaruar, shumë shpejt dyshja Rama Berisha, me ndihmën e zotit Xhafaj, do ta shtrëngojnë nga fyti, do ta hedhin në kosh të plerave. Ja ku jemi qershor 2026, data 7, dhe SPAK-u është më së i shëndosh dhe po vazhdon dhe le të themi në thonjza godet, jo se ka mision, por ai është interpretimi që i bëjmë ne qytetarët, godet pushtetin në të tëra dimensionet. Ke 40 zëvendësministra në hetime, ke kryetarin e bashkisë më të madhe të vendit në hetim, ke të thirrur në SPAK ish sekretarin e përgjithshëm të Këshillit të Ministrave, më përpara disa herë, tashmë i dorëhequr, e sa persona të tjerë pushtetit. Tani e thash dhe më përpara, ne duam zgjidhje finale. Zgjidhje finale s'na jep as jeta Denis. Për kaq 10.000 vjeçare që njeriu ekziston, nuk ka gjetur ndonjëri zgjidhje finale që ta gjejmë ne në 2026. Mos kërkojmë idiotësira. SPAK bë punën e vet dhe kryeministri dhe qeveria në tërësi dhe tërë administrata bën punën e saj. Ne kërkojmë që këto dy botë përpuqen, të organizohen dhe të bëjnë në sinkron për të mirën e qytetarëve. Nuk ka për të ndodhur ndonjëherë kjo gjë. Dakor? Përgjegjësia e ky ministri të Akshit në optikën time është politike, por aq kohë sa nuk kemi element nga SPAK në detaje për një përfshirje në tjetër formë. Akshi është institucion varësie e Këshillit të Ministrave, por për momentin kaq dim dhe këtu mbetet. SPAK po bën detyrën e vet, nuk kemi deri më sot ndonjë element që Këshilli i Ministrave të ketë ndaluar kur do farë gjëje operacionale të SPAK-ut. Dhe ti ankohesh përse ky ministri lavdëron Akshin dhe të mirat që ka sjellë Akshi. Akshi padyshim që në momentin që u konceptua dhe nisi nga zoti Berisha, ka sjellë një sër risisht në jetën e shqiptarëve. A ka sjellë kosto shtesë, a ka sjellë probleme të tjera, kjo është çka po hetohet dhe për momentin edhe ne si media dhe media në tërësi ka bërë të vetëm për të pasuruar sa më shumë problemet dhe me shpresë që mos bëhen më në të formë që janë bërë. Kjo është historia. Problemet të tjera të natyrës penale unë nuk di të ketë dhe nuk shoh arsye pse duhet i thrasim dhe t'i evokojmë këtu në bisedë, por ai shkon se as ti asum, po mendoj askush tjetër nuk di diçka të tillë. Çdo tjetër thaqëthem obori që nga historia e mosmarrjes së celularëve e tjera me radhë janë thaqëtheme. Dhe në momentin që ne kemi pafund materiale në letër, në PDF të sakta, të merrni me thashëthemet, më duket idiotësi totale dhe nga ana jonë si media. Po Kur kemi azaruar tërë elementet e vërtet që dim, hajde nga halli për të mbushur edicionet e lajmeve, merremi dhe me thashëtheme dhe bëjmë edhe atë më së miri. Dakor, po një marrëdhënie korrekte, siç paktën e kanë shtetet tjera, nuk po them që na duhen detajet të sekretet hetimor, siç janë emrat, ngjarjet ose vendimarrjet që kanë kryer në shkeli ose jo, kjo është çështje tjetër se gjykohet, por ka një mungesë transparencë, nuk po e quaj mungesë transparencë me vullnet, po kam përshtypjen që më shumë është një mungesë edukate në komunikimin publik që institucioni, edhe pse zoti Brau mori përsipër që do kishte një hapje të institucionit për ta informuar më shumë publikun se çfarë
Spaku po ndërmerr, kjo ende mungon. Fjala vjen, ne nuk dim ende te ato 40 fajlat e famshëm, 42 sa janë që janë kapur e Gysa Gasit, sa personazhe mund të jenë përfshirë aty për shembull. Mos na thon emra se nuk duhen emrat për shkak se janë sekretarimor, se mirë do ishte të dinim dhe emrat ishin publik gjithçka, të ishte transparente gjithçka. Po sa emra janë përfshirë të implikuar aty, Spaku mund ta thoshte. Pra kemi sekuestruar një material shumë me interes për hetimin, por në këtë pikë ne nuk mund të themi emra, por dim që janë implikuar kaq persona. Në Itali e thon këtë gjë. Apo jo, bijem dakord për këtë, besoj. Nuk besoj se Italia nxjerr detajet e dosjeve hetimore me dëshirën e vet në publik. Të mos harrojmë që se tani kalimi çik pjesën filozofike të gjës. Edhe Spaku në vetvete dhe gjykatat janë një pol pushteti, janë një formë në cilën ushtrohet pushteti në një republikë parlamentare si e Shqipërisë, dhe padyshim ajo çka ti po thua është një këndvështrim mbi mënyrën si ushtrohet ky pushtet. Ka raste kur detajet dosjeve dalin në publik, ka patur akuza për gazetar apo media që janë të lidhura më shumë me Spakun, por kjo për mendimin tim është e keq lexuar. Janë të tëra në një mënyrë tjetër të lidhura me Spakun, varësitë e timeve dhe varësitë e interesave të palëve. Ktu s'ka asnjë lloj çudie apo një lloj hipokrizie, vetëm ne e kthejmë në çështje kombëtare këtë bisedë, edhe merremi me të. Padyshim që pasere ka rrjedhje, ka persona të përfshirë, njerëz janë ata si ne, kanë interesa, kanë qëllime, kështu që nuk kanë ne habi. Ti thua sa video apo sa minuta janë tek arkiva Zotita Gasi, unë them bëj një shkresë Spakut, edhe prit nëse ka përgjigje. Mos kërkoj emra, sa ty shkelet privacy dhe shkelet dosja hetimore, po mund kërkosh të dhëna statistikore, pse jo? Jo, kjo është lehtësisht e bëshme, por unë kisha nevojë që e mora këtë rastin e Spakut e Akshit me që kemi këtë aktualitet, se aty ka çështje të tjera sa duhesh, për shembull inceneratorët kanë mbetur në heshtje si skandal. Bankers i kanë mbetur në heshtje, duket gati sikur një ditë po presim një konferencë shtypi ku prokuroria mund të deklarojë mbylljen e hetimeve ose të rreqen nga hetimet. Se sa kaq më bën shumë përshtypje që biznesmenët e implikuar në aferën e Akshit vjojnë aktivitetin e tyre dhe sikur Se çfarë duhet bënin? Të mbyllin firmat? Jo, ta vazhdojnë. Po Spaku çfarë po bën ndërkohë? Ne s'po kuptojmë çfarë Spaku jeton. Çfarë preti që ti bëj? Ti vej kyçin. Pra, një grup i strukturuar kriminal thua ti vazhdon të funksionojë deri kur të provohet pas 5 vjetësh aktiviteti kriminal apo jo? E don drejtësinë më të shpejtë, e don kështu si doja veprime konkrete që parandalojnë dëmin, jo detyrimisht bëjnë fajsin. Pra mendoj unë, me modestin time. Po cilat janë to veprime ligjore? Cilat janë to veprime ligjore? Unë nuk shoh veprime energjike, për shembull fjala vjen, të cilat krijojnë një lloj turistnie publike mbi personazhet për të vepruar qoftë nga ana e operacioneve të kontrollit, investigimit, ku ndodhen këta persona. Për shembull, nuk e dim akoma Ergysa Gasi me Ermal Beqirin janë Shqipëri apo janë jashtë Shqipërisë. Policia nuk thot gjë, prokuroria nuk thot gjë, edhe ne bëjmë hamencime. Jo po ka ndalë jashtë, po s'ka ndalë jashtë. Po tim si punon, po s'punon. Po dolën nga Kosova, po ndoshta kanë nga Maqedonia e Veriut. Po i bëj si hipoteza këto, si një lloj panorame. Pra, jemi komplet në ajër në këtë gjë dhe dikush duhet ta informojë drejtit aj se e kanë dhe për detyrë. Se nuk është çështja vetëm që të kërkojmë ne si gazetar informacion, se kjo është detyra jonë, okej, po publiku nuk mund të çojë kërkesa tek Spaku çfarë ndodh me këta të dy që kanë marrë lekët e shqiptarëve, se lekët e shqiptarëve kanë marrë këta, parat publike. Shiko, në vitin 2013, në periudhën para zgjedhjeve, ka qenë një debat i vijueshëm mbi ato ligjet që duheshin për të parafruar me Bashkimin Evropian. Po, 3 ligjet e famshme. Mbrojtja e të dhënave, komisionerët, disa tillë. Mes tyre ishte dhe ligji për informimin që u bë në 2014 dhe nuk është faji i qeverisjes se ky ligj keq kuptohet nga shumë qytetarë. Në Amerikë ti ke filma për këtë ligj. Se na ka ngelur kjo fraza tani kemi frikë ta themi se u gabua një herë nga zonja Speropali kur u duk sikur u përdor lehtësisht, por është e vërtet ka filma. Filmi Erik Brockovich trajton një luftë të një avokate, nëse zgabohem, të famshme amerikane, e luan Julia Roberts, një përpjekje të saj të gjatë, bazuar kryesisht mbi Freedom of Information Act dhe çfarë solli. Në Europë ka raste të ngjashme. Në Amerikë vazhdon tema e nxjerrjes të dokumentave të deklasifikuar është konstante. Bëhen meme mbi këtë kur dalin të redaktuar në formë masive.
Tani kjo është një betejë e thashmë sipër e disa pushteteve. Media ka detyrën e saj, por nuk duhet të kthehet në kazan, për të përdorur termin e zotit Rama, nuk duhet të kthehet në thashë theme Jo, gjin. je vonë me kazanin, korrigjoj, tenxhere, është tenxhere tani. Okej, tenxhere, nuk duhet të haroj detyrën që ka, qoftë dhe në këmbështimin e biznesit, dhe të dëgjojë më fort të vërtetën. Okej. Po mirë, Qoftë për interesin publik, pra për informimin e popullit në tërësi, qoftë për interesa më personale, është një instrument që ligji e ka dhënë, le të përdoret. shiko, Unë di që ka një komisioner që shumë shpesh mban krahun e medias dhe detyron institucionet për të reaguar, ti vetë ke eksperiencë të tillë në disa raste. Fakti që ne lodhemi sepse duam lajmin e menjëhershëm, s'është faj as i ligjit, as i qeverisjes, as i spakut, as i komisionerit. po nëse vëm re, ne na duhet patjetër komisioneri. Dhe ky është i problem, pra ne nuk kemi marrëdhënie transparence direkte me institucionet. Për shembull, fjala vjen kontrolli i lartë i shtetit, është bërë më keq se sa ata që duhet kontrolloj. Është mbyllur kontrolli i lartë i shtetit në vetvete dhe nuk kuptohet më asgjë përveç raporteve zyrtare që nxjerr. Dhe aty besoj që mund të ketë hapësira të mëdha goxha për analizë dhe interpretim. Dhe nuk na mbetet asgjë tjetër përveç se të bëjmë të që sapo thash, të insistojmë për të gjetur më shumë informacion dhe për të trajtuar këto tema në më shumë detaje dhe sa më shumë saktësi. Kaq. Okej. Nga takimi jonë i fundit, me shumë interes ishte paraqitja e njërit prej antarëve të Komisionit Prokurime Publike, zotit Tërnova në SPAK. Natyrisht që ky institucion vetvete është nënshtruar një procesi të ripërtëritjes, le të themi, pasi përveç njërit antar, Gjergjit më ndihmo pak me mbiemrin se nuk po e kujtoj tani. Po. Të tjerë duhet i nështrohen një vot besimi të ri dhe ky vot besim vjen nga parlamenti. Në fakt, duket sikur i procesi po kalon në një heshtje të çuditshme, edhe pse SPAK po e heton këtë institucion. Sa kaq në drejtori në fuqi, zoti Zguro, ju e keni theksuar disa herë që duhet marrë në pyetje. Çfarë di sipas jush zoti Zguro që duhet marrë në pyetje nga SPAK-u? Di tërë mënyrën si ka operuar KPP në ato ditë të nxehta të gushtit 2025. Asgjë më shumë se kaq. Di gjithçka. Dhe kur thua di gjithçka, ke parasysh shkelje apo ke parasysh procedura burokratike? Të tërë mënyrën e të operuarit në çdo detaj. Pastaj i takon gjykatës posaçme të vendosi nëse ka shkelje apo jo. Në fakt ka shkelje sipas jush? Po unë them që po, absolutisht. Edhe ai është dhe gjykimi që ka SPAK në ato rjeshta që kanë nxjerrë dosja vet. Okej. Po është bërë një tërheqje nga procedurat në mënyrë shumë të habitshme, është bërë për disa procedura njëherazi, janë futur në rendite sot për nesër me shpejtësi, janë marrë vendime të nxituara. Përse? Kush e ka propozuar rendin e ditës? Kur u hodh shorti për redatorin? Kur u hodh shorti për inspektorin që ka ndjekur dosjen? Çfarë gjumësh kanë lënë në letra këta inspektor redator? Kaq, kjo është historia. Gjithë të detaje, zoti Zguro i di dhe besoj që është i vetmi që mund të pyetet dhe të japi informacion për këto detaje. më ke lënë Nëse duam që çështja së Akshit t'i shkohet në fund, duhet zbardhur edhe ky nën kapitull i kësaj historie. që lidhet me zotin Zguro, thoni ju. Jo, lidhet me tërë KPP-n, por zoti Zguro është personi përgjegjës për atë institucion. Ligji i prokurimit publik, ati janë nga kong të barë, ai sa ka qenë i gëzuar në momentin e parë kur e ka pranuar detyrën, ai që ka dhe përgjegjësi ndaj shtetit, ndaj ligjit, të reflektoj kaq. Kur ai u gëzua se mori përgjegjësinë për këtë detyrë, natyrisht dikush tjetër u hidhrua se u largua nga kjo detyrë dhe ky është zoti Myzyri. Jonajt Myzyri. Tani, diçka më ke sqaruar në bisedat tona më të bashme këtu në revista MCN për një tender të Radio Televizionit Shqiptar, por nuk e kam kuptuar se cili në thelb është problemi në këtë histori ku u godit, nëse përdor këtë metaforë,
ose ju pre koka zotit Myzyri. A mund të masjeroj se publiku na dëgjon dhe ndoshta edhe nuk e kupton këtë, se duke u marrë me çështje, me tema, me detaje, mund ta kesh qartë, po ndoshta njerëzit edhe nuk e kanë qartë, dhe ne në fund fare po të flisim për njëri tjetrin, do ishim unë kafe dhe sqaronim njëri tjetrin, po ne po flasim për publikun. A mund të dim pse u pre koka e zotit Myzyri, ku qa loja, qa shkeli aia, cënoj interesa, blokoj interesa, kujtja blokoj këto interesa, kush kishte interesa. Le të themi edhe diçka transparente për publikun, të bëjmë diçka transparente, t'i shërbejmë të vërtetës, si thonë. Transparencën e plot mbi këtë histori mund ta bëj vetëm SPAK për shkak të gjitha akseseve që ka dhe për shkak të faktit që mund të marrë në pyetje palat e përfshira. Kështu që ne nuk do arrim dot në transparencë me gjithë dëshirën tonë të mirë. Ne mund të hedhim disa element për debat, këto që kemi bërë bashkë në 2-3 javët e fundit, dhe këtu mbetet edhe mundësia jonë, edhe të roli i media. Po kush ishte interesuar për këtë histori, Meksi? KPP-ja Denis vendos mbi tendera. Nuk besoj se lufta e zotit Beqiri do të kishte qenë deri në pengmarrje, për të marrë rastin e famshëm të Gushtit, nëse tendera do ishin në vlerën 20-30 milion lekë vjetra. Dakord? Qartë. Nëse një tender do ishte në atë vlerë, askush nuk të kishte shkuar tutje dhe të kishte kaluar deri në pengmarrje. Kur tendrat janë me vlera serioze, fillojnë lobimet, që do thotë ndërhyrjet, bryllat, kërcënimet, shantazhet, edhe në fund fare pengmarrja. Pra mos po pasi janë mbaruar të tërë hapat e mundshëm të influencimit procedurës në mënyra të mëparshme, pra në autoritetin kontraktor. Duke parë tenderat e asaj periudhe të qershor korikut 2025, bie në sy një tender i veçantë që është ai sistemi toksor, mirëmbajtja e sistemit toksor të RTS-s. Dhe unë kam aluduar më përpara, por e theksoj, mbetet një aludim, sepse nuk kemi mundësi ta vërtetojmë kur, që zoti Myzyri është pezulluar për të hequr rolin e tij, ato çka do thoshte për mendimin e tij tek kjo procedurë të vendimit që do të merrej. Në momentin që vendimi është marrë pa qenë zoti Myzyri, është marrë 4-0. Unë gjykoj që nuk ka qenë kjo mënyra se do ditë vendimi nëse zoti Myzyri do të ishte në detyrë. Kaq është kjo histori dhe i mbetet autoriteteve që kanë këtë detyrë për të shkuar më tutje dhe për nëse duan, nëse kanë interes, po më besoj që po, ta zbardhin me element të tjerë që mund të rrjedhin nga hetimet e tyre. Unë nuk kam mundësi të pyes as zotin Myzyri, as zotin Zguro, edhe po të pyeste nuk do të përgjigjeshin. I kemi kërkuar nga fundi marsit 2026 disa herë zotit Zguro komente për çështje të ndryshme, ai në formë absolute hesht. I kemi kërkuar zotit Mersini, ai hesht. Kaq është detyra jonë, nuk mund të shojmë tutje përveç se ta denoncojmë si çështje dhe të ngrimë vëmendjen mbi të. Okej, ne nuk mund të shkojmë deri në pikën ku mund të kuptojmë se cilët ishin subjektet interesuara dhe pastaj mund të krijonim pa bërë spekulime edhe se si ka funksionuar kjo vendimarrja në dëm të interesit të palëve dhe në përfitim të interesit të një pale? Nuk ka këtu koncept dëmi absolut, Denis. Tu nuk është se një procedurë i takon dikujt që të quash që nuk është se çështja e tokave kjo, që kërkohet për ajër legjitim. Tu është një garë, është një luftë e më të fortit, dhe në fund kjo është që ndodh. A ka patur indikacione të dyshes Ermal Beqiri Ergys Agasi në këtë rast? Se di, nuk më rezulton. Okej, jo thjesht ishte pyetje për të konsumuar atë idenë e ndikimeve. Mund të ketë, por nuk kam në ideni të tillë. RTS ka disa aktorë që kanë qenë pjesëmarrës ndër vite në procedurat e nderimit, kryesisht kompania R&T, kompania TBS 96, MCN-ja përfaqësuar nga unë, Ideatel e zotit Karkini, janë një grup kompanish që prej vitesh konkurojnë në procedurat të ndryshme, SNT, kompani slovene me bazë në Shqipëri, filiali tyre në Shqipëri, janë kompani që në formë vazhdueshme konkurojnë pranë RTS-s për hallkat e ndryshme teknologjike të RTS-s. Rasti në fjalë i mirëmbajtjes së sistemit toksor është më i kompleksuar, më detaje, sepse e tërë platforma është e prodhuar nga një kompani gjermane e famshme, Rohde & Schwarz, kompani që bën sisteme nga më komplekse teknologjike për çfarë ka të bëjë me frekuencat, me valët, rrjetet magnetike. Është prezente edhe në strukturat e AKEP-it me sisteme monitorimi dhe matje. Dhe kompania Rohde & Schwarz në Shqipëri ka operuar
nëpërmjet një partneri lokal që është Ideatel. Okej. Në vitin 2025 u tentua, le të themi kështu, një skalat, i thon italianët, meqense ti i referove më parë Italisë, një tentativë për të marrë motorimin e këtij sistemi. Dhe unë gjykoj, ky ka qenë leximi im, që u bashkuan disa interesat e palës private që donte këtë prokurim dhe interesat të tjera që donin një ndryshim në kreun e KPP-s. Çfarë roli kanë patur drejtuesit e radio-televizionit shqiptar në këtë histori që pas ka shumë drithie dhe ngarkesë mbase edhe penale? Në optikën time kanë pasur një rol super serioz dhe super të saktë. Që do të thotë? Që do të thotë kanë zbatuar ligjin. Okej. Pra, nuk është se ka cënim ose devijim të... Në dijenin time, jo. E vetmja akuzë e tillë ka ardhur në majin 2026 këtë vit, në lidhje me një antar të KVO-s i cili është shprehur mbi dyfishimin e fondit limit për të privilegjuar kompaninë fituese të kësaj procedure në 2026, por e kemi trajtuar me shifra të qarta të marra nga buletini i APP-s, që është referenca ligjore e saktë e procedurave prokurimit publik, dhe fondi ka qenë i tillë dhe në 2025 dhe në 2021, ka lëvizur me presje hetore të vogla nga një katëçan tjetrin. Pra, qoftë lajmi është fake, qoftë ideja që ka një antar KVO-je që ka bërë këtë raportim për mendimin tim është fake. Mund të ketë antar të KVO-s që kanë shprehur rezerva ndryshme, nuk e dim, s'kemi informacion, por nuk shoh problem tek ajo gjë që është trajtuar në media, pra dyfishimi i fondit për të barazuar RTS-n me Akshin në atë logjikën që 2 bëhet 4. Nuk qëndron te rasti i RTS-s. Fondi limit ka qenë pak a shumë i njëjti që nga 2016 e këtej. Ajo procedurë është bërë në 2016, 2021, 2025-2026. Kështu që nuk shoh në diferencë në këtë sens. Meqense është i vetmi moment në ndjenin time që është akuzuar struktura drejtuese e RTS-s dhe e kam seruar që nuk qëndron. Dakor. Meqense 2 bëhet 4, besoj që kishe për batutën e Ergys Agasit që tha... S'është batut, është fakt. Okej. Lapsusi imi, është kërkesë faktike, po ashtu është. Tani, kisha një pyetje duke qenë se i vure si një lloj edhe bashkëveprimi, po edhe në një lloj pjedestali të 2 institucionet, Akshin dhe KPP-n. Sa e ka kontrolluar Dyshi Agasi Beqiri KPP-n në dijenin tënde me çfarë ka ndodhur me garat edhe me gjithë të pjesën e interesit të tyre? Nuk besoj se shumë, për të qenë korrekt edhe me KPP-n. E kam theksuar edhe më parë, nuk besoj se shumë, sepse KPP-ja ka plot vendime që kanë shkuar, ka disa vendime, mos themi plot, që kanë shkuar kundra idesë të manipulimit nga ana e Dyshes. Pra ka qenë një strukturë me më shumë përplasje nga që kuptohet. Prandaj dhe transparenca mbi atë autoritet ka rëndësinë e vet, sepse do kuptoj më shumë dinamikat e brendshme të 5 antarëve dhe grupit 13 inspektorëve. Për të kuptuar dhe si është tentuar manipulimi. Prandaj thash që duhet të lejmë kohë spaku të bëj punën e vet Denis dhe mos bëjmë lexime në përjeshta. Nëse do shohësh me kujdes pjesën e dosjes së Akshit, kuptohet qartë dinamikat e brendshme brenda antarëve të KVO-s. Një mënyrë për të kuptuar problematikat në këto momente kyçe të vendimarrjes së një autoriteti për tenderat është të shohësh antarët e KVO-s që të rriqen. Nuk lihet gjurmë në fakt me të rriqje, lihet gjurmë me zëvendësim. Është një skem tjetër pra. Po, pra një antar që nuk pranon, le të themi, po bëj aludim tu qoftë dhe pazarin ose nuk pranon urdhrin e pashkruar të titullarit, ai transferohet apo largohet nga KVO-ja. Këto lloj detajesh fine ka mundësi të gjej vetëm SPAK ose KLSH-ja, por SPAK në këtë moment po merret në dosje, kështu që është e kot të presim tuti, le të themi, dhe aty kuptohet dhe arsyeja ose le të themi logjika e lojës që është lozur pushtetit nga pas. Nëse hipotetikisht, unë besoj që SPAK-u do të shkojë deri në fund kësaj historie, se nuk ma do mendja e para edhe për çështje kredibiliteti institucional. Pra, besoj që ka nevojë të egos dhe kredos vet politike, institucionale, që ti nxjerrë një konkluzion në aferës së Akshit. Edhe nëse kjo aferë shkon me
le të themi me një hetim të mirë në gjykatë dhe gjenden dhe zbulohen shkelje e ka përgjegjes. Çfarë pasojash do sjelli kjo, mendon, në gjithë këtë vendimarrjen e këtyre viteve që ka bërë Akshi? Pra, mund të kemi një rrënim total të gjithë kësaj arkitekture të Akshit? Absolutisht që jo, dhe s'duhet të ndodhë. Nëse qëllimi është për të bërë këtë lloj dëmi, është marrëzi totale dhe pastaj, po nuk është qëllimi i Spakut, jam 1.000.000% i sigurt, po them në mënyrën si e shpreh ti pyetjen, është marrëzi totale sepse do thotë që do donim shkatërimin e shtetit. Ose mund të vijë edhe natyrshëm, jo për qëllimin e Spakut. Jo, nuk ka për ta dhënë natyrshëm, nuk ka asnjë arsye pse do ndodh, nuk ka asnjë palë që e kërkon këtë gjë. Qëllimi është të vihet zbatimi i ligjit në vend dhe kaq. Për aq sa mundet të korrigjohen në mënyrë të lishme dhe dëmet e krijuara nga ata zotërinjt. A beson që është një, më fal, Meksi, të ndalojmë pak, a beson se është një hetim gjithë përfshirës i thelluar dhe do e bëj këtë pastrimin e këtij kancerit, nëse mund ta quaj kështu? Shiko, është një lloj hetimi që do shumë nerva. Thash, kemi krijuar idenë e tyre zotërimeve që janë të Spaku si element të filmave comics, me Supermanat shumë me logo të Gjoksi, që nuk kanë asnjë punë tjetër, po ngrihen në mëngjes edhe që hallin tënde timin, na kënaqin neve, ne të bëjmë. Po, e tham, që mos ta përsërisim. Kolegu Rusta jet aty tek godina të kapi pamet live, erdhi ky iku ai dhe ne të gëzohemi të gjithë që ndodhi kjo gjë. Jo, kjo është idiotësi Denis edhe kaq. Kjo është mënyra tonë e të parit të çështjes, por nuk është ata zgjohen mëngjes për të hallin tonë, pavarësisht se padyshim dhe ata lozin pak me median sepse pjesë e procesit është kjo. Po ja, për shembull, Max Haxhia, Max Haxhia, më fal se të ndërpreva, po më ikën elementi dhe nuk mund të kthehem dot pas. Max Haxhia në një intervistë televizive për Top Channel foli për shembull për implikim të njerëzve të Spakut në marrëdhënie me klientin e tij Ergys Agasi. Tani, kjo çështja mua ma kompromenton pak situatën në raport me këtë. E di që nuk është një film kaq i bukur sa ti thua në këtë rast, dhe sa që ne do donim, po këtu tani po luhet edhe një skenar real, do të thonë po luhet edhe me shantazh dhe me gjëra, dhe në fakt këtu tani ose Max Haxhia po shpif ndaj prokurorëve dhe duhet mbaj përgjegjësi për këtë, se kjo nuk është pak. Ose prokurorët që janë implikuar tek ajo që pretendon Max Haxhia duhen çuar para drejtësisë, dhe në fakt duket gati utopike që ne kemi krijuar një strukturë kaq ekselente saqë askush nga Spaku deri më sot nuk ka dalë me cene, nëse them kështu, ose nga BKH-ja. Nuk ditë njerit ke thënë që është një strukturë ekselente, nuk di që ata zotërin vetë kanë bërë një betim mbi Bibël apo mbi Kur'an që do të jenë ekselent të rritën e tyre. Kështu që gabimi i parë është kur nis te kjo vënia në një piedestal shumë të lartë të busullës morale aq të dhier të shqiptarëve, që e kujtojnë vetëm të raste kur duan të bëjmë pis në dokënd. Unë them që ajo dosja që kemi në dorë e Akshit është thjesht superbe. A mund të bëjmë më mirë? Ndoshta, pas një nga ne se bëri, ata zotërinë e kanë bërë. T'ju lejmë kohë dhe qetësinë e dur, po të vazhduan në punën e tyre, ti the ato të jetë gjithë përfshirëse. Shpresoj të jetë sa më shumë afër konceptit tënd të gjithë përfshirjes. Shpresoj të ketë sa më shumë efekte për të korrigjuar dhe të vënë ligjin në zbatim pa dëmtuar Akshin në themel dhe pa rënuar 15-17 vite investimin në atë strukturë. Shpresoj të mos kthehet në një element që destabilizon shtetin në tërësi, sepse e kam thënë dhe më parë, kam parë dhe elemente të tillë të ajo dosje, të ajo aferë, nga ato personat e përmendur ka qenë tashmë, dyshja Beqiri Agasi, dhe kaq, çdo përpjekje tjetër për të bërë pis antarët e Spakut, për mendimin tim është komplet keqdashëse dhe vjen vetëm nga njerëz që kanë hall shumë të madh. Në rastin që ti përmende të emisioneve të medjave të tjera, është detyra ndoshta e asaj medias të qartësoj qëndrimet e veta. Në rastin e MCN TV-s, një ndër arsyet që do unë dal në formë të rregullt për 2-3 muaj tashmë dhe flas për këtë temë, por dhe tema të tjera, është për të sqaruar për një publik të gjerë që ndoshta nuk kupton shumë, por dhe një publik shumë të ngushtë që kupton goxha më mirë, pozicionin tim si drejtues dhe si pronar i MCN TV-s, në kundërshtim edhe me
element të mundshëm keq kuptimi që vinë e pasere nga kronikat apo nga misionet e MCNTV-s. Të tjerë media nuk duan ta bëjnë ose nuk kanë interes ta bëjnë punë atyre. Unë kam zgjedhur ta bëj pikërisht për të shmangur ambiguitet në mënyrën e të shprehurit, në mënyrën se si reflektohen e pasere interesat. Më mirë t'i themi ca gjëra haptas dhe mos ngelim peng të disa historive idiote pa fund. Për ta thënë sakt, unë kam besim të spak dhe pikë. Okej. Tani, që ta mbyllim me një batut, kjo puro që po pi është ajo e spagut, se ke fika akoma, s'ka mbaru, apo është ere? Jo, është tjetër. Okej. Faleminderit Endri Meksi, shihemi javës tjetër, ndoshta me zhvillime të tjera.